Një lidhje e papritur dhe e ndaluar. Kur dër Arben, Morina vendosi të adoptoj vajzën e vogël, Eldan, 11 vjeç, nuk e dinte se ky vendim do t'i ndryshonte të gjitha jetën. Në fillim, ai e pa këtë hap si një detyrim moral dhe një mundësi për të dhënë dashuri. Elda ishte një vajzë e zgjuar, me një shpirt të ndjeshëm dhe me sy të mëdhenj kafe, që shpërfaqni një pjekuri që nuk i përkiste moshës së saj. Ai e ndoqi me kujdes rritjen e saj dhe ndjeu një kënaqësi të thellë çdo herë që shihte se si ajo përparonte në shkollë, si lidhe me miqt dhe si bënte hapat e para drejt pavarësisë. Në vitet e para, dëra Arben ishte më shumë si një mbështetje dhe prind i kujdesshëm. Ai e ndihmonte me detyrat, e mësonte të gatuante gjëra të thjeshta dhe inkurajonte të ndiqte ëndrat e saj. Por koha kalonte dhe ndjenja e tij për Eldën, që fillimisht ishte një dashuri prindërore, filloi të evoluonte në mënyra që ai nuk mund t'i kuptonte menjëherë. Ishte e vështirë të pranoje se ndjenja e dashurisë për një fëmijë që tashmë kishte rritur dhe kishte kaluar moshën adoleshente, mund të transformohej në një tërheqje të ndaluar, e cila e tronditi thellësisht. Kur Elda mbushi 26 vjeç, ajo ishte një grua e pjekur, me personalitet të fortë dhe një bukuri që nuk mund të injorohej. Dëra Arben, tashmë në të 50-at e tij, ndjeu një çekan të fuqishëm emocionale për të. Çdo herë që ajo qeshte, ai ndjente diçka që nuk mund ta përshkruante me fjalë. Ai u gjend përballë një dileme morale dhe psikologjike që e shpërtheu botën e tij të qetë. Si mund të flinte i qetë me faktin se ndjenja e tij kishte kaluar kufit e dashurisë prindërore? Elda gjithashtu ndjente një respekt dhe mirënjohje të thellë për Arbenin, por nuk kishte asnjë ide për intensitetin e ndjenjave të tij. Për të, ai ishte gjithmonë figura e babait, mbështetësi dhe një pranie e sigurt në jetën e saj. Ai filloi të përpiqej ta kuptonte veten, duke u përballur me ndjenja të ndaluara, mendime që e torturonin dhe një tërheqje të pashpjegueshme. Çdo ditë që kalonte pranë saj, ai ndjente një kontradikt mes detyrës morale dhe emocioneve të zemrës. Por jeta kishte vendosur një rrugë tjetër për ta. Një incident i papritur, një moment i vogël intimiteti që ndodhi gjatë një darke familjare, i tregoi Arbenit se ndjenjat e tij nuk ishin thjesht të kalueshme. Ai ndjeu një val pasigurie, një frikë të madhe dhe një dëshirë të thellë që nuk mund ta mohoj. Çdo bisedë, çdo shikim, çdo prekje e vogël krijonte tension dhe emocion. Ai filloi të kuptonte se bota e tij po ndryshonte, dhe çdo vendim që do të merrte do të kishte pasoja të pashmangshme. Në këtë pikë, dëra Arben ndjeu nevojën për të reflektuar dhe për të kuptuar se çfarë do të bënte. Ai shkoi në shëtitje të gjata natën, duke menduar për ndjenjat e tij, për të kaluarën dhe për të ardhmen. Pyetja më e madhe ishte: a mund të ndalonte zemra e tij të ndjente këtë ndjenje, apo do të duhej të përballej me realitetin dhe pasionin e saj të ndaluar? Tërheqja e ndaluar. Ditët pas atij momenti të papritur u bën torturuese për Arbenin. Ai përpiqej të mbante një distancë të sigurt, por çdo buzëqeshje e Eldës, çdo bisedë që ndante me të, i shtonte zjarrin e ndjenjave të tij. Ai ndjente një konflikt të thellë. Nga njëra anë, ndjenja e babait dhe përgjegjësia për të ruajtur integritetin moral. Nga ana tjetër, një tërheqje e fuqishme që nuk mund ta mohonte. Elda, nga ana e saj, filloi të ndjente diçka që nuk mund ta shpjegonte. Ishte e vetëdijshme për vëmendjen e Arbenit, për kujdesin e tij të veçantë, por e lidhte gjithmonë me një respekt të thellë dhe një dashuri fëmijërore. Por gjërat ndryshuan kur një ditë, pas një shëtitjeje në malin e qytetit, ata mbetën vetëm në dritën e diellit të zbehtë të mbrëmjes. Një bisedë e thjeshtë, që fillimisht nuk kishte rëndësi, u transformua në një moment të ngarkuar me emocione. Arbeni ndjeu nevojën të fliste me sinqeritet, të shpjegonte ndjenjat që e kishin munduar për kaq kohë. Elda, filloi ai me zërin që dridhej, nuk di si të ta them këtë pa të lënduar, por ndjenja ime për ty ka ndryshuar, jo si dikur, por më shumë fjalët e tij mbetën pezull në ajër, të mbushura me pasiguri dhe frikë. Elda e shikoi atë me sy të mëdhenj, pa kuptuar fillimisht thelbin e asaj që po thoshte. Një ndjenje e çuditshme e ngarkuar me konfuzion i mbushte mendjen. Një kombinim respekti, tronditjeje dhe kurioziteti. Ajo mund të ndjente tensionin midis tyre, diçka që nuk kishte përjetuar kurrë më parë. Zemra e saj rrihte më shpejt, por mendja i thoshte të mbahej larg. Ditët kaluan, dhe Arbeni filloi të shfaqte më shumë kujdes të fshehtë. Një prekje rastësishme në dorë, një shikim që zgjatej më shumë se sa duhej, një mesazh i vogël me kujdes të tepërt. Ai ishte në një luftë të përhershme me veten, duke patur frikë nga pasoja morale dhe sociale. Por tërheqja ishte shumë e fortë për t'u injoruar. Një natë, ndërsa rinin përpara oxhakut në shtëpinë e tij të madhe, Elda e pranoi për herë të parë se ndjenja për Arbenin nuk ishte thjesht mirënjohje. Ishte diçka më e ndërlikuar, e çuditshme,
dhe e frikshme. Arben nuk e kuptoi se çfarë ndjej, tha ajo duke ulur syt. Zëri i saj dridhej nga emocioni, por ndonjëherë ndjej diçka më shumë se sa duhet. Arbeni ndjeu një val lehtësimi dhe tronditjeje njëkohësisht. Ai e dinte se momenti i vendimeve të mëdha ishte pranë. Tërheqja e tyre, e gjatë dhe ndaluar, ishte bërë e pamundur për t'u mohuar. Çdo ditë që kalonte, ata ndjenin më shumë tërheqje dhe pasion, por edhe frikë nga një botë që nuk do t'i pranonte kurrë. Në këtë pikë, marrëdhënia e tyre ishte në një pikë kritike. Një hap i gabuar mund të shkatëronte gjithçka, por një hap i guximshëm mund të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Tensioni ishte i papërmbajtshëm, dhe zemrat e tyre ishin të kapluara nga një dëshirë që nuk mund të mohohej. Pasioni i çliruar dhe pasojat. Ditët e izolimit dhe tensionit kishin bërë të qartë për Arbenin dhe Eldën se nuk mund të qëndronin më larg njëri tjetrit. Një mbrëmje, pas një dite të gjatë pune dhe bisedash të lehta që u kthyen në shikime të gjatë dhe të ngarkuara, ata u gjendën vetëm në sallonin e madh të shtëpisë. Atmosfera ishte ngarkuar me heshtje, një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Arbeni ju afrua ngadalë, duke ndjerë çdo dridhje të trupit të tij. Zemra i rrihte me një ritëm që nuk mund ta mohonin dot. Elda, tha ai, duke ndalur një hap larg saj, e di që kjo nuk duhet të ndodh, por nuk mund të shmang më këtë. Ajo e shikoi, e tronditur dhe e ngazëllyer njëkohësisht. Ndërgjegja e saj i thoshte të ndalej, por ndjenja e saj për Arbenin ishte shumë më e fortë se çdo rregull i thjesht moral. Pa fjalë të tjera, ata u afruan dhe një prekje e parë lehtë u shndërrua në një përqafim të zjarrt. Një pasion që ishte ndalur për shumë vite, por tani nuk mund të mohohej. Çdo moment pasaj ishte një shpërthim i ndaluar. Shikime, buzëqeshje dhe prekje që thyenin çdo barrierë morale që kishin ndërtuar. Ata ndiheshin të gjallë në një mënyrë që nuk e kishin përjetuar kurrë më parë. Elda e kuptoi se kjo dashuri ishte e rrezikshme, por gjithashtu e pasionuar dhe e sinqertë. Arbeni, nga ana tjetër, ndjeu një kombinim mes gëzimit, frikës dhe fajeve që i ngriheshin në zemër. Por pasioni i tyre nuk mund të qëndronte i fshehur gjatë shumë kohës. Shpeshherë, situatat e përditshme dhe shikimet e familjes filluan të ngrinin dyshime dhe frikë. Ata kuptuan se çdo hap përpara kishte pasojat e veta, për shoqërinë, për reputacionin dhe mbi të gjitha për marrëdhënien e tyre të kaluar si prind dhe bi. Një ndjenje e fortë e rrezikut i mbështolli, duke i detyruar të mendojnë strategjikisht për të ardhmen. Elda dhe Arbeni vendosën të flasin hapur për këtë marrëdhënie të ndaluar. Ata bën një marrëveshje të fshehtë për të ruajtur privatësinë, por edhe për të ndërtuar një jetë ku ndjenja e tyre nuk do të mohohej më. Ata u betuan të ishin të sinqertë me veten dhe njëri tjetrin, duke pranuar pasionin dhe dashurinë e tyre, por duke kuptuar se rruga nuk do të ishte e lehtë. Në fund, ata e pan dashurinë e tyre si një mundësi të re për të ndërtuar diçka të veçantë, një lidhje që sfidonte rregullat dhe normat, por që ishte e sinqertë dhe e thellë. Pasioni dhe dëshira e ndaluar e shndërruan jetën e tyre në një udhëtim emocional që asnjëri nuk do ta harronte kurrë. Dhe ndonse rruga ishte mbushur me sfida, ata e përqafuan çdo moment së bashku, duke gjetur tek njëri tjetri një botë të re, plot ngjyra dhe emocione të papërshkrueshme. Në këtë mënyrë, historia përfundon me një tension të shndërruar në pasion, ku dashuria ndaluar gjen rrugën e saj, por me ndërgjegjen e plot të pasojave dhe sfidave që sjell.